2 prillë është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Kjo ditë përkujtohet çdo vit për të rritur ndërgjegjësimin dhe pranimin e personave me autizëm. Prilli, dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Kjo ditë përkujtohet çdo vit për të rritur ndërgjegjësimin dhe pranimin e personave me autizëm. Të punosh me këta fëmijë është një sfidë, ndërsa prindërit e tyre janë heronj të vërtet. Në qendrën e autizmit në Elbasan marrin shërbim 75 fëmijë nga 7 bashkitë e qarkut Elbasan. Jam shumë e lumtur të them që prindërit i kemi më të sensibilizuar, më të informuar dhe më të ndërgjegjësuar. Dhe këtë e vëre tek rastet që vijnë dhe bëjmë vlerësim pranë qendrës tonë dhe prindërit janë më të ndërgjegjësuar për të marrë shërbimet e specializuara që ne ofrojmë. Shërbimet që ofron Qendra Autizmit Elbasan, që është në varësi të Këshillit të Qarkut Elbasan, janë terapi individuale me programin specializuar RABA, terapi në grup, lokopedi, fizioterapi, këshillim individual me prindërit që vinë në qendër, por së fundi kemi shtuar dhe shërbimin për vlerësimin e rasteve të reja që vinë në qendër. Hasin një vështirësi shumë të madhe sepse radhpar nuk vinë nga Elbasani, po vinë nga i gjithë qarku. Pra ne jemi një qendër rajonale që përfshin të 7 bashkitë qarkut Elbasan. Prindërit duhet të jenë 24 në 24 me fëmijët e tyre. Autizmi është një gjendje neurologjike që shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe prek njerëz pa dallim gjinie, race apo statusi socioekonomik. Autizmi karakterizohet nga vështirësi në komunikim shoqëror dhe gjuhësor, sjellje të përsëritura dhe interesa të kufizuara.